Gjimnazi Gjon Bozuku në Prizren ka nxënës të talentuar, të cilët sfidohen edhe në gara kombëtare, jo vetëm. Për nder të ditës së shkollës, ky gjimnaz po mban këtë javë disa aktivitete të cilat prezantojnë shkathtësitë e dijet të nxënësve në lëndë të ndryshme. Sot ka në program kjo shkollë ditën e diturisë dhe të gjuhës, një garë pra që zhvillohet nga lënda e biologjisë me testimin e njohurive mbi botën e gjallë, si dhe gara nga lënda e gjuhës shqipe, gjuhë dhe letërsi shqipe, që ka të bëjë me përkushtimin ndaj gjuhës amtare përmes sfidave letrare dhe gramatikore. Nxënësit do të nënshtrohen në këto dy teste sot në kuadër të javës së aktiviteteve që mbahet përnder të ditës së shkollës apo ditës së gjimnazit Gjon Bozuku. Kemi ftuar në këtë intervistë të flasim pak më shumë për këto aktivitete të nxënësve, drejtoreshën e gjimnazit Gjon Bozuku në Prizren, zonjën Gylaj Shipkovica Karjakdiu. Drejtoresh, përshëndetje dhe faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje për të gjithë, faleminderit juve. Urime për këto aktivitete dhe gjithë këtë nismë që keni para vetes për të shënuar ditën e shkollës. Ju faleminderit shumë, sikur çdo vit edhe si vjet pra me datën 20 mars ne festojmë ditën e shkollës së gjimnazit Gjon Bozuku, 84 vjetorin e themelimit të shkollës sonë dhe kryesisht gjatë këtij javës kemi aktivitete të shumta që organizohen nga nxënësit shumë të përkushtuar dhe nga mësimdhënësit në udhëheqjen e mësimdhënësve tanë. Javën kemi filluar të thot prej tonës, prej datës 17 me aktivitetet që patëm, garat nga lënda e biologjisë, gjuhë dhe letërsi shqipe, dhe pastaj pasojmë të sigurisht edhe të sot kemi ekspozitën e artit, prezantimi i veprave artistike nga nxënësit tanë më krijues. Pastaj pra tham dita e diturisë së gjuhës shqipe, kemi garë nga lënda e kimisë, kemi garë nga kryesisht dita e inovacionit që do të jetë ditën e mërkur, prezantime inovative nga klubi i teknologjisë i teknologëve, kemi garë nga lënda e matematikës, pastaj dita e kulturës dhe artit. Gjatë tërë javës kemi aktivitete të shumta. Më e veçanta që duhet më theksu, dyert e hapuna, sikur çdo vjet edhe si vjet kemi të premten, domethënë kemi mirëpritje për prindërit dhe komunitetin për të parë nga afër jetën shkollore, kryesisht nxënësit e klasave të nënta të shkollave fillore për të parë nga afër shkollën, kabinetet, kushtet që ofron Gjon Bozuku, pastaj eksperimentet, sepse atë ditë kemi panairin shkencor të domethënë shumë ekspozitave shkencore. Po, drejtoresh, ju keni menduar që në këtë formë të shënoni ditën e shkollës apo jo? Çfarë keni menduar me këto projekte? Ti stimuloni më shumë nxënësit, ti shpërbleni ata, të vlerësoni edhe një herë punën që bëni me ta? Ne kemi shumë nxënës të talentuar, deshte në gjimnazin Gjon Bozuku për shkak të kriterit vinë të gjithë nxënësit me brumë të mirë, të ashtu quajtur, ku dhe këtu më shumë me ndihmën e mësimdhënësve të cilët janë të palodhur, vazhdimisht punojnë me të dhe mbajnë orë shtesë me nxënësit tanë, për të parë nga afër aktivitetet e tyre, për të parë nga afër se çka do të studiojnë ata më tutje, për të parë nga afër, domethënë të gjitha shkatësitë dhe mundësitë. Pse jo edhe për shkollat fillore, për nxënësit të cilët dëshirojnë të vinë në gjimnazin Gjon Bozuku dhe pse të vinë në gjimnazin Gjon Bozuku. Kemi edhe programin kulturor artistik, gjithashtu kemi shfaqje, këngë, poezi, valle, të gjithë të cilët domethënë i kanë krijuar dhe programin e bëjnë, organizojnë vetëm nxënësit tanë. Domethënë kitaristi është i shkollës, pianisti është i shkollës, të gjithë prodhimi është i brendshëm, domethënë. Prodhimi është i brendshëm i gjimnazit Gjon Bozuku. Sa mirë. Sa nxënës keni në shkollë këtë vit? Po, 1082 nxënës janë, mirë po ne kemi domethënë edhe 3 punkte të ndara të gjimnazit Gjon Bozuku në Romaj, në Gjonaj edhe në Reçan, gjithashtu edhe nxënësit të tjerë, të cilët janë në Romaj, në Reçan, me një valle, me prezantime, me ekspozitë arti do të marrin pjesë. Po. Do të marrin pjesë. Drejtoresh, desha të marr nga ju një vlerësim të përgjithshëm nga viti në vet, krahasimin që mund të bëni me gjeneratat që kanë kaluar tashmë nga gjimnazi. Nxënëse gjimnazi Gjon Bozuku kanë qenë të mirë edhe nëpër fakultete, ka orientuar ata. Si keni këtë vit nxënësit tuaj? Nxënësit janë të relativisht, mund të thonë, të shkëlqyeshëm, nxënës shumë të mirë, të cilët na presim jo vetëm në Republikën e Kosovës, po gjithandej edhe në mbar Evropën, po edhe në botën të veprojnë dhe të regjistrojnë në universitete ku ata dëshirojnë, sepse janë nxënës shumë të formuar, janë nxënës që kanë edhe kapacitet, po edhe punë të palodhur. Po. Si organizohet
Si organizohet puna brenda në shkollë të ju? Sa keni mundësi të ndiqni reformat që janë të nevojshme ndoshta për kurrikula tjera? Organizimi në shkollën tonë falë kabineteve, të cilët kemi më shumë kabinete, dy kabinete të kimisë, kemi kabinetin e biologjisë, kabinetin e fizikës dhe të astronomisë, të gjitha fal dy kabineteve të inovacionit, domethënë të TIK-ut. Fal kabineteve unë shoh që nxënësi i cili shkon në kabinet dhe përfiton përvojë të re, mendoj që ka më shumë vlera më të mëdha se sa nxënësi i cili nuk hyn në për kabinete. Edhe pse është institucion shumë i vjetër, e dini dhe ju si duket të Gjimnazit Xhan Buzuku, mirë po për kabinetet të cilët kemi fituar edhe në vitin e kaluar, por edhe para meje që kanë fituar drejtorët tanë, jo nga buxheti i shkollës, po ka qenë donacion nga Fori Turk, nga IOM-i, e vazhdojmë më tutje nga ambasada bullgare. Prap tash kemi fituar edhe 6 tabela të mençura dhe vazhdojmë të përfitojmë projekte të ndryshme. Fal këtyre projekteve mendoj që jemi shumë më mirë se sa që kanë qenë në vitet e kaluara. Lehtësojnë punën me nxënës këto kushte. Po. Drejtoresh Karagdiu, desha të ndalem pak tek panajiri shkencor, një prezantim i projekteve shkencore dhe teknologjike nga nxënësit e shkollës. Sa kanë mundësi nxënësit tuaj të punojnë në fushën e teknologjisë, një fushë që kërkohet më shumë tani në tregun e punës? Nxënësit tanë të 3 komuniteteve, domethënë pasi që është afruar edhe një kabinet i TIK-ut, kanë mundësi të madhe sepse në të njëjtën kohë 3 mësimdhënës mund të hyjnë në kabinete. Kjo mundsohet. Dhe nxënësit tanë me projekte të tyne që dëshmojnë diku 26 projekte do të kemi, ku nëse keni mundësi dhe kohë mund të na vizitoni të premten, duke filluar për orës 11 deri në orën 3, të shihni nga afër se çka kanë përgatitur atë ditë për dyert e hapuna. Do të thënë atë do të jetë një ekspozim i punëve të tyre apo jo? Po, patjetër. Jo vetëm TIK, por kemi më pas edhe nga lënda e kimisë, nga lënda e fizikës eksperimente, kryesisht edhe nga biologjia, nga lënda e shkencës. Po nëse drejtohemi do të kemi edhe projekte nga gjuhë dhe komunikimi, nga gjuha gjermane dhe gjuha angleze. Ato projektet kryesisht do të jenë brenda në objektin shkollor, kurse të tjerë nëse është koha mirë do të jetë tër ekspozita shkencore, panajiri do të jetë në ambientet jashtë, po mendoj në oborrin e shkollës. A keni përfshirë shumicën e nxënësve në këto gara të kësaj jave? Është përfshirë një numër bukur i madh prej secilës klasë. Mjafton të themi që prej secilës, prej të 3 komuniteteve, domethënë edhe shqiptar, të komunitetit bosnjak dhe të komunitetit turk, të gjithë. Po, sepse mësimi mbahet në 3 gjuhë në shkollën tuaj, po jo? Po. Edhe prezantimet bëhen kryesisht në 3 gjuhë. Po. Drejtoresh, ju uroj shumë sukses në këtë javë e gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë kohës. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Uroj të nxjerrni sa më shumë fëmijë të talentuar nga ky gjimnaz. Ju faleminderit juve. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Gjithë të mirat. Dëgjues të dashur, biseduam me zonjën Gylaj Shipkovica Karagdiu, drejtoresh e Gjimnazit Xhan Buzuku në Prizren. Ky gjimnaz po mban javën me aktivitete të shumta për nder të ditës së shkollës. Gjimnazi Xhan Buzuku është një shkollë e mesme në Kosovë në Prizren, është e njohur për cilësinë e arsimit të ofruar dhe për suksesin e nxënësve të vet. Kjo shkollë ofron një gamë të gjerë të programeve shkollore duke përfshirë shkencat natyrore, humanistike e teknike. Nxënësit e kësaj shkolle kanë arritur suksese të shumta në provimet e maturës shtetërore dhe janë përgatitur për të vazhduar studimet e larta. Ka shumë prej tyre që janë ngritur në karrierë dhe tashmë janë emra të njohur në shoqëri.